Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këngëtari Shkodran Alis me këngën Nan ka rrëmbyer çmimin e parë të festivalit të 64 të këngës në RTS. Ky sukses i siguron artistit të drejtën për të përfaqësuar Shqipërinë në Eurovision 2026 që do të zhvillohet në Vjenë të Austrisë. Performanca e Alis u veçua për vokalin e jashtëzakonshëm, interpretimin unik dhe një mesazh universal për dashurinë, duke bërë këngën Nan të prek publiku në mënyrë të veçantë. Emocioni dhe energjia që Alis transmetoi në skenë krijuan një moment të paharrueshëm të natës finale, i shoqëruar me ovacione dhe duartrokitje të gjata. Çmimi i parë ju dorëzua Alis nga kryetari i jurisë së festivalit të këngës Ramla Aj. Në vendin e dytë u rendit Inis Neziri me këngën Ta kam fal, ndërsa e treta Sheila me Zemra e tokës. Gjykata themelore në Prishtinë ka caktuar masën e paraburgimit prej një muaji për 7 arrestuarit, në mesin e të cilëve një ish-ministër, një gjyqtar i gjykatës themelore në Prishtinë Degan Graçanis dhe 5 të tjerëve. Seanca e mbajtur të shtunën ka zgjatur disa orë, derisa gjykata themelore në mbrëmje ka njoftuar për masën e paraburgimit. Prokuroria speciale kërkesën për mas paraburgimi e kishte mbështetur në dyshime për korrupsion, keqpërdorim të detyrës zyrtare, dhënje dhe marrje e rishfetit, ushtrim të ndikimit, mashtrim dhe anëmbajtje pa leje. Sipas prokurorisë speciale, të dyshuarit me vetdije kanë shkelur ligjin duke cënuar sigurinë juridike të qytetarëve dhe duke i shkaktuar dëm miliona eurosh buxhetit të shtetit për përfitimet të kundërligjshme për vete. E dështimi i shumë seancave gjyqësore përgjatë këtij viti ka si shkak problemin e dërgimit të ftesave me postë që shpesh has në vështirësi, si vonesa adresa të pasakta. Gjykata themelore në kryeqytet, avokatët si dhe organizatat që monitorojnë punën e gjyqësorit vlerësojnë se kjo gjendje zvarit proceset. Për një zgjidhje të këtij problemi propozohet komunikimi elektronik si më efikas si dhe nxitja e gjykatave drejt një roli më proaktiv. Ndrojmë temë, nevoja për të pasur numër më të madh të asistentëve për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore, po së rëndësisë vlerësohet edhe domosdoshmëri. Qendra profesionale për gjithëpërfshirje ka certifikuar kandidatët e nivelit 5 të profilit asistent për nxënës me nevoja të veçanta arsimore që pritet të sistemohen nëpër shkolla. Do të flasim tani për atmosferën e festave të fund vitit, e cila po ndihet pothuajse në çdo pjesë të qytetit të Prizrenit. Edhe në këto ditë të ftohta dimrore, vizitorët janë të shumë nga vende të ndryshme të botës. Turizmi në komunën e Prizrenit nuk kufizohet vetëm me stinën e verës, por gjatë gjithë vitit. Gastronomët Prizrenas 2025 e quajnë të suksesshëm pasi solli në këtë vit edhe vizitor për herë të parë. Vazhdojmë me një lajm nga bota. Një sulm i rënd me thikë dhe bomba tymuese në qendër të Tajpetit ka tronditur Tajvanin, duke lënë disa persona të vdekur, të plagosur dhe duke nxitur autoritetet të rrisin menjëherë masat e sigurisë në gjithë vendin. Të paktën 3 persona janë vrarë dhe 11 të tjerë janë plagosur në një sulm me thikë që ndodhi të premten më 19 dhjetor në Tajpej të Tajvanit. Sipas kryeministrit tajvanez Choi Yung-tai, i dyshuari me mask aktivizoi bomba tymi në stacionin kryesor të trenit në Tajpej gjatë orarit të pikut të mbrëmjes, përpara se të vrapante drejt një stacioni metroje aty pranë, duke sulmuar me thikë kalimtar dhe duke aktivizuar sërish bomba tymi. I dyshuari më pas humbi jetën pasi ra nga një ndërtesë gjatë tentimit për t'ju shmangur arrestimit nga policia. Motivi i sulmit ende nuk dihet. Pas ngjarjes, kryeministri tajvanez urdhëroi rritjen e masave të sigurisë në stacione, aeroporte dhe institucione të tjera publike. Ai theksoi se spitalet janë udhëzuar të ofrojnë kujdes maksimal për të lënduarit dhe se publiku do të informohet sapo hetimet të përfundojnë.
Të nderuar shikues, ndoshët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues ju falenderojmë për kohën që ndat me ne. Mirupafshim.